bukur, jemi rikthyer në studio, ashtu si kundër edhe Luiz Eli në fakt bëri këtë thirrje me këngën Kthehu, gjithsesi për te shakas do të ndalemi në një temë mjaft interesante. Shoqëria civile dhe ndikimi i saj. Çfarë përfaqëson shoqëria civile në një vend hibrid si Shqipëria? Se e rëndësishëm është roli i shoqërisë civile në ndryshimet dhe zhvillimin e vendit? Këto dhe shumë pikë pyetje tjera ne do të kemi kënaqësinë të diskutojmë në studio me dy zënjusha. Serona Kolaveri, aktiviste shoqërisë civile, mirëmëngjes, mirë se erdhët, dhe Ridvana Hajdari, aktiviste shoqërisë civile, mirë se erdhët, mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me ne në fakt për të kuptuar edhe për të diskutuar atë çka na është dashur pa kohë ta kuptojmë kur lindi si fillim shoqëria civile dhe më pas për të bërë pjesë edhe e kauzave shumë të rëndësishme. Si ka qenë, le të themi me pak fjalë historiku prej viteve 90 kur ka filluar gjatë gjithë kësaj periudhe, pra 30 vjeçare? Faleminderit për ftesën edhe një herë. Nëse do ta trajtojmë në retrospektiv vjetrej që pas viteve 90 ka filluar një ndikim i shoqërisë civile, fillimisht ishte një ndikim shumë i brisht, ashtu sikurse edhe ju e thatë, duke u fokusuar kryesisht në një qasje më humanitare tek shoqëria, pra organizatat kryesisht ishin të fokusuar në dhënien e ndihmave. Serona, ndjes që të ndërpres, na ndihmo pak me flokët lutem, sepse kalojmë brapa. Që tjetë, okej, faleminderit, se na duhet zëri yt më qartë. Patjetër. Besoj që jemi mirë tani, dëgjohemi, po. Ashtu sikurse po thoja, shoqëria civile fillimisht ka patur vetëm një ndikim shumë embrional në shoqëri pas viteve 90, kryesisht duke u fokusuar në kauza humanitare, ndërsa nëse do e krahason me ditët e sotme vjetre një rritje numrit organizatave të shoqërisë civile rreth 13.000 dhe gjithashtu edhe patjetër edhe rritja e kauzave dhe ndikimit në shoqëri, duke shtuar sot ne kemi organizatat cilat merren, po themi, me të gjitha dimensionet e shoqërisë shqiptare, duke trajtuar tematika të ndryshme, tematika ekonomike, sociale, tematika të dhunës, por që gjithashtu duke ndikuar edhe në ndryshime politike në vend. Ridvana, sa dëgjohet zëri i shoqërisë civile, të paktën edhe nga eksperienca jote? Organizatat e shoqërisë civile në fakt përpiqen që ta çojnë zërin e tyre deri aty ku duhet të dëgjohet. Por ato procedojnë me një mekanizëm që në gjuhën e organizatave quhet advokim. Dhe që ata të arrijnë më shumë sukses, duhet që të përdorin strategji të duhura të advokimit. Pra, ne nuk mund të themi që qeveria nuk na dëgjon, në momentin që ndoshta ne nuk kemi përdorur metodat e duhura që ne të arrim të teqohet zëri ynë dhe në ato momente faji është i të dyja palëve. Pra edhe organizatat duhet të përpiqen që të gjejnë metoda të reja, të arrin të teqohet zëri i tyre dhe mendoj që duhet të fokusohen në 3 sfera. Fillimisht në ekspertizë, në dialoge mes mediash dhe gjithashtu në protest. Dhe nëpërmjet ndërlidhjes të këtyre 3 sferave, atëherë edhe mesazhi do të jetë i panashkalueshëm. Dakor, kjo ishte në aspektin teorik. Në aspektin praktik, ka patur të paktën, aq sa unë kam bërë vëzhgimet e mia, ka patur tendenca, mënyra për t'i zbatuar të treja këto shtylla që ju thatë. Megjithatë, sa ka qenë rezultati në fund? Po, rezultatet përgjithsisht e japim përgjigjen në aspektin personal, pra si e sheti, mos e krahaso detyrimisht me çfarë ka si objektiv apo si vizion një organizatë shoqërisë civile. Po ti vetë, duke qenë pjesë e një organizate shoqërisë civile, me të gjitha mekanizmat e përdorur, sa mendon se është arritur të përçohet zëri juaj? Është arritur të përçohet nëpërmjet edhe shumë kauzave që mund të jenë trajtuar, ku për shembull mund të citoj implementimin e mbetjeve, pra ligji që përkon me të. Njëkohësisht kemi edhe çështjet mbi rritjen e çmimeve ose protesta studentore, të cilat janë faktike, ku nëpërmjet shoqërisë civile kanë arritur që të bëhen ndryshime dhe të fitohen betejë faktike.
Burë, këto janë disa prej kauzave, megjithatë nëse të ndaleshim pak tek figurat caktuara, duket sikur shpeshherë këto organizatat e shoqërive civile përdoren, ndoshta jo në të gjitha rastet, por zakonisht për përfitime personale nga individ caktuar të cilat i hynë kësaj, le themi, rrugë për të pompuar edhe më pas për të kaluar në, le themi, sfera të tjera, ndoshta pak në politik, ndoshta për të përfituar diçka kështu personale. Si e shikoni ju këtë qasje në një këndvështrim, le themi, 30 vjeçar? Patjetër që kjo është një hipotezë që ndoshta edhe qëndron, po kërkon një analizë më thellëzuar për dalë në një argumentim. Po, le të flasim për të rinj, për brezin tuaj, gjithë ata që aderojnë në organizata shoqërisë civile, e kanë si synim për të përfshirë në politik? Në të ardhmen ose në moment? Unë jam një individ që ndoshta nuk e di se ku do më çojë karriera ime, por që e kam filluar që në moshën 14 vjeçare, angazhimin në shoqëri civile me disa projekte shumë modeste në komunitet, që synonin jo vetëm të angazhonin të rinjt, por njëkohësisht të fuqizonin edhe rolin e tyre në shoqëri. Më pas kam filluar të angazhohem në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Sot, pavarësisht profesionit si juriste, një pjesë të angazhimit tim e zë puna në organizata, sepse punoj për një organizatë të shoqërisë civile për të angazhimit juridik. Mendoj që qasja është shumë individuale. Patjetër që nëse një individ ka dëshirën për të angazhuar politikisht, edhe po të jetë pjesë e shoqërisë civile, mund të aderoj për një parti politike, pse jo. Por që unë personalisht mendoj që organizatat e shoqërisë civile, paktën si koncept dhe si nocion, janë krijuar për të qenë apolitik dhe për të ndikuar në politikat e një vendi, për të ndikuar në fuqizimin e demokracisë, sepse nëse do ta krahasojmë edhe në rrafsh ndërkombëtar, organizatat e shoqërisë civile janë element kryesor në përcaktimin e indikatorëve se sa e fortë është një demokraci për vendin. Patjetër që nëse do ta trajtojmë për sa i përket situatës aktuale në vend, po shikohet një farë mënyrë politizimi i organizatave shoqërisë civile, duke parë element që ndoshta sot janë dhe kandidatura të partive politike. Rrezikojnë që të bjerë besueshmëria organizatave të shoqërisë civile, sepse njerëzit mendojnë që, okej, dakord, por kjo po bëhet edhe gjitha për përfitim personal. Ose mund të ketë propavi politike, se ka edhe një lloj... Ka një lloj dualiteti dhe një lloj dyzimi lidhur me konceptin e organizatave të shoqërisë civile, po unë mendoj që është individuale dhe nuk do doja që ta generalizoja. Një shoqëri duhet të jetë mjaftueshëm e edukuar për të diferencuar se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar fundja, dhe patjetër që edhe për të kuptuar se çfarë fshihet pas një organizate të shoqërisë civile, nëse ka një lobim për një parti politike, apo është vërtet për të mbështetur kauza edhe për të ndikuar në forcimin e demokratizimit të një shteti. Megjithatë, Ridvana, në këto 34 vite tranzicion, pavarësisht se qytetarët shqiptarë kërkuan shkojnë drejt demokratizimit, polariteti politik ka bërë që të humbasi besueshmëria. E sa do përdoren mekanizmat e funksionimit një organizate shoqërisë civile, ju mendoni se publiku arrin ta perceptojë drejt rolin dhe rëndësinë që ka një shoqëri civile? Ky perceptim është matur dhe, siç e thatë dhe ju, ka rezultuar që në fakt shoqëria civile nuk është ndër ato, le themi, organet më të besueshme për publikun. Ne e shohim aktualitetin që publiku më shumë beson SPAK-un, ambasadën britanike, amerikane, evropiane, partitë politike, institucionet fetare dhe ndoshta diku në mes qëndron pastaj shoqëria civile. Dhe në fakt, duke pasur parasysh këtë, është pikërisht momenti për një thirrje që shoqëria civile të arrijë të krijojë një qasje të duhur ndaj publikut dhe publiku të kuptojë vlerën e saj dhe nëpërmjet saj mund të bëhen ndryshime pa ngjyrime. Por ndoshta nga që këto të fundit që ju përmendët i kanë dhënë provat për të krijuar një lloj besueshmërie, ndoshta duhet ta shikojmë gabimin, ta fillojmë nga vetja. Në rastin konkret, pavarësisht le të themi perceptimit të njërit apo të tjetrit, secili ka mendimin e tij. Megjithatë mendojmë që SPAK-u është duke bërë një punë shumë të mirë, ambasadat e tjera janë duke bërë një punë shumë të mirë, shoqëria civile ndoshta duhet bëjë më shumë për të krijuar këtë lloj besueshmërie. Por le të mbetemi pak te kauzat e momentit. Cilat janë ato kauza që shoqëria civile dhe organizatat e saj kanë në fokus për Shqipërinë? Unë absolutisht pa dashur fare për ta politizuar, sepse ne u fokusuam shumë te organizatat e shoqërisë civile dhe ndikimi politik në një farë mënyrë në
trajtimin e këtij koncepti, po fokusi patjetër që duke qenë se jemi edhe përballë zgjedhjeve është mirëqeverisja dhe transparenca, fokusi i organizatave të qeverisë civile në këtë moment është padyshim për të munduar për të padur zgjedhje elektorale sa më dinjitoze, edhe për dhënë kontributin e tyre. Duhet theksuar që raportet e organizatave të shoqërisë civile pavarësisht ndikimit që të vogël apo jo të vogël, ky është një perceptim individual që përsëri kërkon matjet e duhura dhe ndoshta për të qenë sa më racional në argumentim, vetëm në fund të një raportimi statistikor mund të themi saktësisht se ku qëndron shoqëria civile. Mendoj se të paktën në arenë ndërkombëtare shumë raporte të shoqërisë civile, specifikisht për pjesën e zgjedhjeve elektorale, trajtojnë dhe merren në konsiderat dhe patjetër që kjo është diçka që na lumturon dhe mendoj që është një indicie për të punuar akoma më shumë, duke marrë parasysh edhe faktin që jemi përballë një momenti shumë decisiv lidhur me historinë e Shqipërisë, jo vetëm politike. Jo, dakord jam. Pra, nëse flasim për rëndësinë që ka një shoqëri civile në vendet perëndimore, aq më tepër në vendet europiane aty ku Dhe nëse do ta krahasojmë në krahasueshmëri, dakord. Çështja është që çfarë ende nuk është bërë që të krijohet kjo lloj besueshmërie. Ka një popullsi që ka një mentalitet shumë të fortë për ta ndryshuar bindjen dhe që është i prirur të besojmë më së shumti politikanët, apo se ka diçka që e ka trazuar atë ujin e besimit tek shoqëria civile? Unë do qëndroja tek e para, mendoj që ndoshta nuk do ta kategorizoja si një shoqëri me një mentalitet, po do ta kategorizoja si një shoqëri paksa me një botkuptim të varfër, lidhur jo vetëm me perceptimin e shoqërisë civile, po në tërësi me shumë entitete, me shumë institucione dhe raporti që shoqëria shqiptare ditët e sotme ka përballë SPAK, që po themi është një nga strukturat më të rëndësishme në vend sot, fillimisht ka qenë shumë skeptik dhe kritik. Për sa i përket perceptimit të shoqërisë shqiptare në raport me shoqërinë civile, mendoj që janë shumë faktorë që kanë ndikuar lidhur me këtë perceptim, duke u ndalur edhe nga fakti që ne vim nga një sistem shumë i gjatë komunist që në mendimin tim personal ka lënë shumë gjurmë lidhur në botkuptimin që ne si individ kemi sot. Të ndërpres sepse më ngrishe pak kurreshtjen në raportin që thet të komunikimit apo të reagimit që bën shoqëria civile duke referuar ndoshta ngjarje të ndryshme, shkelje të ndryshme tek organi më i lartë siç është SPAK-u. Çfarë konkluzionesh kanë nxjerrë deri tani? Pra, po themi të gjitha ato veprat të cilat ju i keni konsideruar si shoqëri civile që përbëjnë një vepër penale, sa janë marrë në konsiderat nga pushteti gjyqësor, nga SPAK-u në këtë rast dhe çfarë evidencash kemi se ka ecur më tej? Nga organizatat të shoqërisë civile mund të themi që ka një bashkëpunim me organet e drejtësisë lidhur me zgjedhjet, edhe jo vetëm lidhur me zgjedhjet, por edhe me të gjitha ndryshimet politike që janë bërë së fundmi në vend. Ka një bashkëpunim midis organizatave të shoqërisë dhe të gjitha organeve të drejtësisë, jo vetëm të drejtësisë, gjithashtu një bashkëpunim shumë i ngushtë me KQZ-n, duke munduar për të qenë sa më dinjitoz dhe për të siguruar një proces sa më të denjë elektoral, duke qenë se ky është fokusi kryesor në Shqipëri aktualisht që jemi duke folur. E qartë, megjithatë ju vajza jeni të reja, padyshim që jeni bërë pjesë e organizatave të shoqërisë civile, kam përshtypjen këto vitet e fundit. Ju thatë pak më parë që prej moshës 14 vjeçare, megjithatë Ridvana ende nuk na zbuloi asgjë nga jeta e saj, pavarësisht se aderon në organizata të tilla. Megjithatë, ku e shikon ti të ardhmen tënde, Ridvana? Çfarë synon nëpërmjet pjesëmarrjes në këto organizata të shoqërisë civile? Unë synoj, në fakt edhe unë si Serona, që në moshë të vogël jam angazhuar në komunitetin tim lokal, me grupimet tona rinore, dhe në fakt unë vi nga një qytet i vogël, siç është Tropoja, dhe ndër le të them advokimet e mia të para ka qenë në ndryshimin e mentalitetit dhe krijimin e hapësirave për vajzat, që ato të kishin një hapësirë të sigurt, të ndiheshin të pranuara, të ndëronin lirisht dhe të guxonin pa frikë. Dhe jam shumë e lumtur që tani pas 6 vitesh, ato hapësira të vogla janë bërë një realitet dhe kanë ndikuar jo vetëm në mentalitetin e zonës, por kanë ndikuar edhe në jetët tona, por edhe të brezave të ardhshëm. Dhe unë në fakt e shoh veten time
duke u përpjekur të ndikojnë në çështje të ndryshme sociale, por dhe jo vetëm, në bazë edhe të rrethanave, nevojave dhe duke u përshtatur gjithmonë me kulturën dhe sfidat që ne mund të ndodhemi. Sepse të njëjtën gjë bëjnë edhe shoqëritë civile, përshtaten në bazë të nevojave, për shembull në veri, një nevojë më e rëndësishme është emigrimi dhe e cila është në fakt një plagë për shoqërinë tonë, jo vetëm në veri, por dhe më gjërë. Njëkohësisht janë edhe shoqata të bazuara në të drejtat e grave, në gjakmarrje, pra përshtatja me kulturën për të arritur për të nxjerrur në fund një produkt, i cili do jetë në shërbim të komunitetit. Vajza, shumë faleminderit që ishit me ne në studio. Ju urojmë suksese në gjithë çfarë keni si synime. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe nëse do të përfshiheni në politik, mos na thoni që nuk jo tham. Nuk i pengon, gjithsesi, jo vetëm vajzat që kemi në studio, po çdo qytetar nuk është i penguar që të bëhet pjesë e politikës, e rëndësishme është që politika që ata do të jenë pjesë jetë në shërbim të qytetarëve.